Gjykata e Apelit në Tiranë dënoi me 25 vite burgim Klaudio Përkolën, i cili konsiderohet si ndihmës gjatë atentatit që i mori jetën Bujar Likës dhe Paulin Gjergjit. 26 vjeçari u gjet fajtor për akuzën e vrasjes në rrethana cilësuese, teksa më herët gjykata ka dënuar edhe ekzekutorët, mes tyre me burgim të përjetshëm Eduard Lamajn, mbetur i plagosur në skenën e krimit dhe i arrestuar teksa po kurohej në një spital privat në Tiranë. Atentati ndodhi 5 vite më parë dhe për këto u morën të pandehur Eduard Lamaj, Ilir Xhepaj, ndërsa Ultion Vlashi dhe Klaudio Përkola vazhdojnë ende në kërkim. Kamerat e sigurisë tregojnë se si dy viktimat po pinin kafe, në momentin që nga dera e pasme e biznesit, një person i maskuar dhe me Kalashnikov ka qelluar në drejtim të tyre. Gjatë shkëmbimit të zjarrit që si plagoset dhe në vendngjarje shfaqen edhe dy të tjerë që e zhvendosin prej aty. Mbi ankimimin e të shumë kërkuarit, i cili nuk është gjetur ende nga autoritetet shqiptare, gjykata e Apelit pranoi kërkesën e avokatëve mbrojtës të tij, të cilët kërkuan riçelje të gjykimit dhe për këtë arsye, në seancë gjyqësore, gjyqtarët panë dhe vlerësuan edhe kamerat e sigurisë, ku tregohet gjithë dinamika se si automjeti luksos mbërrin dhe prej andej zbresin personat e maskuar. Hetimet tregojnë se vrasësit të maskuar dhe të veshur kamuflazh u sollën nga një makinë që pas masakrës u gjet të parkuar në Tiranë. Duke marrë në pyetje pronarin e mjetit, policia shkoi tek emri Klaudio Përkolës, i cili pagoi 4.200 euro për ta blerë. Kjo makinë, sipas akteve të administruara gjatë hetimit, rezulton se ishte blerë nga i shumë kërkuari një muaj përpara se të ndodhte vrasja dyfisht. Mbrojtja insiston se Përkola nuk ka marrë pjesë në vrasje, por kërkesa për ta dënuar atë për moskallëzim krimi dhe për krajet autorit të ngjarjes u hodh poshtë nga gjykata.